Pak për ju, pak për ne, me këtë parull punonjësit e Floracom dhe Luna kompani të lidhura me parqet dhe gjelbrimet edhe sot dolën në protestë përpara hapësirave të ndërmarrjes publike. Me fishklima dhe thirrje duan pak, ata e shprehen revoltën jo vetëm për shkak të mosmarrjes së pagës për shtatorin dhe sigurimin shëndetësor, por edhe për mungesë të kushteve themelore të punës. Ata sërish ftuan udhëheqjen, por edhe kryetaren aktuale të Shkupit, Danela Arsovska, që t'u zgjidhin problemet. Секојдневно бараме прием до директорот на Паркот Зенилова и управниот одбор. Веќе месец дена нема слух да не прими. И исто така, бараме прием до градоначалникот на град Скопје како најповикана особа која што треба согласно закон да обезбеди средства за работа, средства за плата. Ние ќе протестираме се до момент додека не се isplati barem plata. Punonjësit thonë se drejtuesit e ndërmarrjes nuk dëshirojnë as pak të komunikojnë me ta dhe pohojnë se e kanë pritur drejtorin përpara zyrës së tij, por ai nuk ka ardhur fare. Ata shpresojnë që pas procesit zgjedhor do të gjenë mirëkuptim si nga drejtoria e re, ashtu edhe nga kryetari i ri i qytetit. Мачи веќе да бараме плата. Веќе е ноември, а треба да земеме плата за септември. Стварно веќе ни е преку глава, за да бараме основно средство, плата. Има луѓе кои треба да си подмират сметки, треба да си платат кири, треба да школуваат деца. Ова е срамот. Нема преговарање, нема никакво договарање, нема ништо од другата страна. Така да не знам во која насока ќе се движи сето ова. Sindikatat e Floracom dhe Luna më parë kishin formuar një këshill grevist, por vendimin për greve kanë vënë në pritje sepse nuk janë përmbushur kushtet për mbajtjen e saj. Pra nuk ka përfunduar procesi për zgjidhjen paqësore të mosmarrveshjeve të punës. Ata thonë se nëse nuk plotësojnë kërkesat e tyre, pas përmbushjes së kushteve do të hyjnë në grevë.